Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Maris, një zej krishterë në shtëpinë tënde. Jemi drejt për së drejti në studion e Radio Maris këtu në Prishtinë. Jemi në 900 e kushtuar shpirtit shejt dhe sot është dita e 8 ose dita e 2 të treditshit. Duke lutur shpirtin shejt që derdhë mbi ne të gjitha dhuratat e tij hyjnore, ja kushtojmë këtë ruzare për të gjitha njëjtet tuaja të dashur dëgjues. Lutemi për të gjithë të smurit, të vetmuarit, për familjet, për rinin ton, dhe në mënyrë të veçantë ne ja kushtojmë këtë ruzare edhe të gjithë bamirësve. Lutemi për kishën e shejtë katolike dhe dëshiroj t'i lexoj disa emra të cilët janë porositur në mënyrë të veçantë në lutje. Vitore, Katarina, Gjelina, Nik, Manike, Antoni, Martin, Leshaj, Patrik, Pren, Besa, John, Antoneta, Valentina, Kastriot, Kristian, Ana, Ardian, Martina, Clementina, Wilson, Lena, Vera, Violeta, Antoneta, Mire, Gjergj, Luigi, Merita, Teuta, Gjane, Drane, Bernarda, Dile, Agron, Bernarda tjetër, Dila, Prena, Liria, Luljeta, Ola, Elizabeta, Anderina, Andelina, Albina, Angel, Andronika, Blerenika, Emanuela, Edmonda, Manjola, Angeli tjetër, Drita, Antoni, Zoja, Marte, Vjolca, Dila, Donika, Drita, Leonora, Anita, Dushe, Age, Maria, Gjyla, Bashke, Bernarda, Mira, Agroni dhe Vera. Shpresojmë që nuk kemi harru askënd. Të dëshiroj që në lutjen tonë t'ia ofrojmë Zotit edhe të gjitha ata emra që janë anonim ose të gjithë dëgjuesit tanë të cilët janë porositë në çfarëdo mënyre. Numri i telefonit është te faqja e Facebookut dhe ju mund të na shkruani të dashur dëgjues për çdo gjë që ju keni nevojë. Gjithashtu ju kujtoj se lutja e ruzares kushtuar shpirtit shejt është në faqen 344 të zemra që lutet. Janë libra që i ka botuar Radio Maria e Kosovës dhe këtu mund t'i gjeni të gjitha ruzaret që ne i lutemi me to, ruzaren e lirimit, zgjedhjes së nyjeve, ruzaren e Zojës, gjithashtu litanitë të ndryshme, kështu që mund të bleni në katedrale, në të martët e Shnanot ose çdo herë kur ne jemi për festa në për famulli, marrim edhe librat me vete. E fillojmë ruzaren në emër të Tatit, të Birit e Shpirtit Shejt. Amen. Eja o shpirt shejt dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Ndese në ta zjarrin e dashurisë sate. Dërgoje shpirtin tënd o Zot dhe çdo gjë do të krijohet. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Të lutemi, o Zot, ti që i ke mësuar zemrat e besimtarëve të tu përmes së dritës së shpirtit tënd, bëj që i njëjti shpirt të na japë shijen e dashurinë për të mirën dhe të na mbushë gjithmonë me ngushëllimin e tij hyjnor nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Besoj në hyjin Atin e gjithëposhtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e tij, një të vetmin Zotin ton, i cili u zu për virtyt të shpirtit shejt, u lind prej Virgjës Mari, pësoj mundimet nën Poncin Pilat, u vun në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferr, të tretën ditë u ngjall së vdekuri, u ngjet në qiell, rri në të djathtë të hyjit, Ati të gjithëposhtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Besoj në shpirtin shejt, kishën e shejt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen.
Aty që je në qiell u shejtroft emri yt, art mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. O Trini e Shenjtë, Atë, Bir dhe Shpirti Shenjtë, u shejtroft emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Misteri i parë. Qëllimi i Atit të amshuar për të shpërblyer botën, duke dërguar Birin e Tij të vetëm. Nga froni i hyet një zë thirri, cilin duhet të dërgoj unë? Kush do të shkoj për të shpëtuar botën dhe për t'ja sjellë mbretërinë time? Në mungesë të çdo përgjigjeje, Jezusi, fjala e amshuar, thot: Ja ku jam, më dërgo mua atë. O Zot, për meritat e këtij misteri, më bëj një instrument shpëtimi dhe ripërtritje për botën. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shejtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Trini të jetë shenjtë, Atë, Bir e Shpirti Shenjtë, po ta ofroj fjalen e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plak dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, shikullimin e tij, kurorëzimin e tij me fejra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si edhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për dëm shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. O Trini e shenjtë, Atë, Bir dhe Shpirti Shenjtë, u shejtroft emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Misteri i dytë. Një virgjëresh e re është zgjedhur për të qenë bija e hyjit, Atë, nëna e hyjit, Bir,
dhe nuse e shpirtit shenjtë. Zoti dërgoi një engjëll tek një virgjëresh që quhej Mari në fshatin e Nazaretit të Galiles për t'i shpallur lindjen e birit të tij të vetëm. Me përshëndetjen e engjëllit, Shpirti i Shenjtë zbriti mbi të dhe ajo ngjisi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo lindi atë që të jetë shpëtimtar i botës. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që të jemi i pastër dhe i përvuajtur, me qëllim që me përvujtrin t'ja këpus kokën Satanit dhe me pastërtin shpirti im të jetë tabernakulli yt. Amen. Aty që je në qiell u shejtëroftë emrit, art mbretëria jote, u baft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Trini të jetë e shenjtë, atë Bir e Shpirtit Shenjtë, po të ofroj fjalën e bërë njëri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plagë dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, shikullimin e tij, kurorëzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si edhe të gjitha vuajtjet e kishës së atë të shenjtë dhe gjakun e të gjithë martirëve, për dëm shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës së mbarë. Amen. O Trini e shenjtë, atë Bir dhe Shpirti shenjtë, u shejtëroftë emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Misteri i tretë. Koha erdhi, Zoti i zbuloi botës Birin e tij, se pari në pagëzimin e tij në Jordan, duke thënë: Ky është Biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Me shndrimin e tij në malin Tabor, këtyre fjalëve ai u ashtoi këto fjalë: Atë dëgjojeni. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që të jem ai që ti dëshiron dhe unë që të jem ashtu si më ke krijuar, me qëllim që të bëj atë për çka ti më ke krijuar. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtëroftë emri yt, art mbretëria jote, u bëf vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marinë na i hyj, të lutu për ne mëkatarët,
tashë në fill të vdekjes son. Amen. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do të ripërtrish faqen e tokës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka që në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Trinit e jetë shenjt, atë birë e Shpirtit Shenjt, po të ofroj fjalën e bërë njëri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plagë dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, shikullimin e tij, kurorëzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për dëm shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës së mbarë. Amen. O Trini e shenjtë, atë birë dhe Shpirti Shenjt, u shejtëroft emrit artë mbretëria jote. U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Misteri 4. Jezusi shpall mbretërinë e hyjit në tokë. Në kohën e duhur, pasi ka agjeruar dhe është nduar nga djalli në shkretë të tirë, Jezusi u kthye në qytet për të shpallur mbretërinë e hyjit. Kthehuni, sepse mbretëria e hyjit është afër. Ai shkonte, bënte mirë dhe ftonte mëkatarët që të ktheheshin tek Zoti. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që ta shpall mbretërinë tënde në tokë me fjalë dhe vepra, që mbretëria jote të arrijë shpejt në të gjitha skajet e tokës. Amen. Aty që je në qiell u shejtëroft emri yt, artë mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Eja, të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës.
Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini të jetë shenjt, atë bir e shpirtit shenjt, po të ofroj fjalën e bërë njëri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plagë dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, shikollimin e tij, kurorëzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si edhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë dhe gjakun e të gjithë martirëve, për dëm shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. O Trini e shenjtë, atë bir dhe shpirti shenjtë, u shejtëroft emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Misteri i 5, triumfi i kryqit. Ashtu si njeriu e mposh në sajet e pemës, po ashtu njeriu do të shpërblehet në sajet e pemës, me qëllim që druri i rënjës së njeriut të bëhet druri i ringjalljes së tij. Ai erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan. Ata e zvarritën në malin që quhet Golgota, ku e gozhduan në kryq. Mbi këtë kryq, Krishti e shpalli triumfin e tij duke thënë: gjithçka u krye. O Zot, për meritat e këtij misteri, dënjata forcosh mbrojtjen e fesë së bijve të tu të vegjël mbi tokë. U bashkofshi në kishën tënde të shenjtë, që ta mposhtin dragojnë e kuq dhe të dëftohet mbretëria jote e lavdis. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bim në tentim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu.
dhe ti do ta ripërtërish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtërish faqen e tokës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Trini të jetë shejt, atë bir e shpirti shejt, po të ofroj fjallën e bërë njëri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e ti të mbuluar me plak dhe gjak, agonin e ti në kopshtin e ullimve, shikullimin e ti, kurorësimin e ti me fera, braktisjen, dënimin e ti, kryqëzimin e ti dhe vdekjen, si edhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve, për dëm shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës së mbarë. Amen. O Trini e shenjtë, atë bir dhe shpirti shenjtë, u shejtërof të emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Të falemi mbretëresh. Nëna e mëshirës, jeta, ëmbëlsimi e shpresa jon, të falemi ty të thrasim, ne të shkretët, bitë e Evës që po fshajmë, po qajmë në këtë shekull plot me lot, dhe prapajtoria jon, sy të mëshirshëm të tu, silli prej nesh e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgja Mari. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë, dhe e përfundojmë këtë rozarin e mërtatit bir shpirtit shenjtë. Amen. Ju falenderojmë të gjithë ju që ishit bashku me ne në këtë lutje, të cilën ja drejtuam shpirtit shenjtë në 9 diqin pra para festës shpirtit shenjtë. Ne të gjithë e dim se shpirti shenjtë është veta e tretë e hyjnisë, dhe kështu lutemi që vërtet shpirti shenjtë të derdhë mbi ne të gjitha dhuratat e tij, të cilat janë të shumta. Jemi lutur për të gjitha familjet, për ata që janë të smur, të vetmuarit, për të gjitha njëjtet të cilat janë në zemrat tuaja, të dashur dëgjues, për bamirësit tanë. Duke ju lënë në shoqërinë e programeve të Radio Marisë, nga studio e Radio Marisë këtu në Kosovë, ne ju përshëndesim të gjithëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.